Predikimi për sot është Pashka e dytë, apo ndryshe kalimi. Do të lexojmë një dy vargje tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 19, 13 deri 16, thot Pilati, pra kur e dëgjoi këto fjalë, është Jezusi i përballë me Pilatin, pra në gjykimin e fundit para se të shkojnë në kryq, e çoi jashtë Jezusin dhe ul në fron, në fronën e gjyqit, në vendin e quajtur Kaldrem, në hebraisht Gabatha. Dhe ishte dita e përgatitjes Pashkës, vi një re këtë, kjo është vargu që na intereson për tani, është dita e përgatitjes Pashkës rreth orës 6. Dhe u tha judenëve ja mbreti juaj, dhe ata bërtiten, hiqe, kryqëzoje. Pilati u tha ta kryqëzoj mbretin tuaj, kryqëpriftërin do përgjigje, ne s'kemi mbret tjetër përveç se Cezarit. Atëherë pra u adhurzoi ta kryqëzonin dhe e morën Jezusin dhe e quan tutje. Sot jemi mbledhur për të festuar Pashkën, ringjalljen e Zotit Jezu Krisht, fitoren e tij mbi vdekjen edhe mbi varrin. Por para se të kremtojmë e të festojmë gjithë bashku, duhet mbajmë mend të premten Jezusi u kryqëzua. Po si lidhet vdekja dhe ringjallja e tij me Pashkën dhe çfarë kuptimi ka ajo për ne dhe çfarë rëndësie ka ajo për ne sot? Besoj që përpara se të kuptojmë Pashkën, pra vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit, kemi dëshirë të kuptojmë pak Pashkën e parë. Besoj që ju e kujtoni filmin, disa për ju shpakën ata që janë pak më të rritur, filmin Nëntori 2, pra kur Ismail Qemali para se të ngrinte flamurin në Vlorë, pra kur dolin në balkon për ta ngritur flamurin, tha e kam ruajtur këtë të fshehtë, e kam ruajtur këtë të fshehtë në zemrën time për ta ngritur flamurin në Vlorë me 28 nëntor. Edhe ai tha, dikush mund të pyes, po ç'bëri 28-a dhe ç'bëri 29-a? Ka rëndësi, tha 28-a, sepse në 28 nëntor të motit 1444, Skënderbeu me 28 nëntor e ngriti flamurin e kush e zi pra këtë flamur, edhe kjo është nëntori i dytë, e marrni mend historinë. Tani për ne, për të marrë kuptimin Pashka, vdekja dhe ringjallja e Krishtit, duhet të kuptojmë Pashkën e parë, apo Pashkën hebre. Ndoshta ju e dini historinë e Jozefit me vëllezërit e tij, ata që kanë pa filmin kur janë të vegjël, që Jozefi kishte disa vëllezër e shiten atë skllav në Egjipt, mes shumë peripecive, do ta përmbledh historinë se s'kemi kohë të shkojmë gjithë, mes shumë peripecive, ai në burg pa ëndra dhe shpjegoi ëndrat, por arriti të bëhej kryeministri i vendit. I dyti mbas faraonit, e kur ra një zi e madhe buke, e solli babain dhe vëllezërit e tij nga vendi i Kanaanit në Egjipt. Edhe pastaj qëndruan për 430 vjet. Vëllezërit pra, Jakobi me vëllezrin pra, fisi nga do delte kombi i Izraelit, qëndruan si sklavër në Egjipt. Pastaj kur vdiq Jozefi edhe u ndruan faraonët njëri pas tjetrës, dolën faraon që nuk e njihnin Jozefin, e kështu që nga të mirë pritur që ishin në vendin e Egjiptit u kthyen sklavër për 400 vjet. Kështu që ata i bërtitën e i klithën Zotit për çlirim, për skllavërisë. Edhe Perëndia ju shfaq Mojsiut një ferrish të dërgoi Mojsiun, mund ta dini pak a shumë historinë, edhe e dërgoi te faraoni, dhe ai tha faraonit, më ka dërguar Perëndia për ta liruar popullin tim, me qëllim që t'ja nxjerr pra popullin tim nga Izraeli, nga Egjipti. Mojsiu, Maroni shkuan, i thanë kështu faraonit, por faraoni nuk e njifte Perëndin, tha kush është Perëndia? Faraoni e njifte veten për Perëndi, për Zot. Kush është Perëndia? Unë nuk njeh Perëndin tuaj, unë jam vetë Perëndia dhe nuk i lejoj të dilin nga Egjipti. Dhe Perëndia për ta detyruar faraonin që të dorëzojë dhe ta shironte popullin, i dërgoi 10 plag apo 10 mallkime, nëse keni pa filmin e Mojsiut. U i kthehet në gjak, bretkoca, karkaleca, mushkonja, mize, angordhja, baktive, 10 plag. 9 parat ishin goxha të mërshme, por faraoni vazhdonte të ngursohej, nuk e lejonte popullin e Izraelit çlirohej. Atëherë Perëndia dërgoi plagën e 10, apo mallkimin e 10, që është një mallkim i tmerrshëm. Perëndia tha që do dërgonte engjëllin e tij aty nga mesnata. Unë do të kaloj, tha Perëndia, për mes Egjiptit, dhe çdo i paralindur, çdo djalë i parë i familjes, i parë i lindur, paralindur i tij, do të vdes nga i pari, nga djali i faraonit që rrin fron,
thot fjala e Zotit, deri te i paralindur i shërptorës që rrit pas mokërës. Në mënyrë që kjo të ndodh vetëm me egjiptasit, që dënoheshin egjiptasit, ata i shitonin bashkë në një komp, në një vend. Që të ndodhte kjo, pra që dënoheshin vetëm egjiptasit dhe shpëtoheshin Izraelit, Perëndia dha një rit, një shenjë, në mënyrë që kur kalonte angjëlli të shpëtonin fëmijët e Izraelit dhe dënoheshin fëmijët e Egjiptas. Zoti tha kështu: ditën e 14 muajit parë, populli do të marrë një qenj. E në të ngrysur, do ta marrin qenjin, do ta therin dhe me gjakun e qenjit për çdo familje, një qenj për çdo familje, do të lyejnë arkitrarët dhe shtalkat dhe arkitrarin e portës, e derës, në mënyrë që kur të kaloj angjëlli i Zotit për të vrarë fëmijët, do të shikoj gjakun mbi portën e çdo familjet dhe ai do të kaloj, pra do ta fal, do ta mëshiroj, do ta fal të familje, do të shkoj tek porta tjetër, e me radhë. Ata porta që janë me gjakun e qenjit falen, përkundër ato që nuk e kanë gjakun e qenjit. Pra thot, gjaku i qenjit do të jetë një shenjë, thot e Eksodi, do të jetë një shenjë mbi shtëpitë. Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje. Kjo është kuptimi i fjalës Pashk, dhe shpjeg, fjala Pashk. Pasak në hebraisht apo Paska në greqisht. Do të thot mbi kaloj, do të kaloj, pra e shoh gjakun dhe kaloj përmi shtëpinë tane dhe shkoj te shtëpia tjetër, do të kaloj, do të mbi kaloj. Kena shumë mbikalime. Më ta mash mend fjalën çfarë do të thonë Pashka nga fjala mbikalim, mbikalimi i shkozetit, mbikalimi i lejsh, mbikalim. Kur të shikosh në mbikalim, është i njëjta kuptim. E kështu ndolli. Zoti thot, kur do t'ju pyesin bijt tuaj, ma vonë, se ndodh Pashka, e kjo do festoj brez pas brezit për hebrejt. Por nipi stërnipi, kur shohin vjen kena një festë. Çfarë festet do therim qenjin edhe do të lyjmë me gjak portën. Po pse çfarë kuptimi ka për ne? Gjysh, babgjysh. Zoti tha, ju do t'i përgjigjeni kështu. Kjo është flija, ky qenj është flija e Pashkës së Zotit, që kaloi tej kur solli angjëllin tej shtëpive tona dhe bijve të Izraelit, kur goditi egjiptasit, kur goditi egjiptasit dhe fali, mëshiroi shtëpitë tona. Kjo është kuptimi. Në fund 430 viteve, pikërisht në atë ditë ndolli që të gjithë rrallet e Zotit, pa gjithë populli i Izraelit dolën nga Egjipti. Dhe kjo natë për t'u kremtuar për nder të Zotit, sepse ai nxorri, vini çfarë thotë fjala e Zotit, sepse ai nxorri nga vendi i Egjiptit, nga sllavaria e Egjiptit. Kjo natë do të jetë një kremtim solemn i përjetshëm ndaj Zotit për gjithë të bijtë e Izraelit brez pas brezit. Përmes kësaj ndollie pra, të flijimit të qenjit, të lyrës me gjak, ku Perëndia mbikaloi në shtëpitë e Izraelit por dënoi egjiptasit, përmes kësaj shenje të 10 të fundit dhe ekstreme në fakt, Perëndia e çliroi popullin e Izraelit dhe e kaloi në tokën e premtuar. Kjo është Pashka e parë, ose nëntori i parë. Tani Pashka e dytë. Pashka që festojmë ne të krishterët. Ku lidhen, ku bashkohen, e çfarë kuptimit ka? Raca njerëzore. Jo vetëm populli i Izraelit janë sklavëri e njerim. E jo prej zis bukës, më shumë po prej zis njerimit që sjell mëkati, që sjell e liga, që sjell korrupsioni. Prej Adamit, atit ton të parë në mish, i cili nuk ju bind Perëndis për mëkatorin, ne kemi ndjekur atë. Prej natyre, duke zgjedhur si ai, e me zgjedhjen tonë të vullnetshme të mëkatshme. Raca njerëzore, jo vetëm që ishte e vdekshme, po ashte sklavëruar ndaj mëkatit, e nuk mund ta çliroj veten prej tij. Jezusi u tha judenjve në një bisedë me judenjt, u tha kështu, tek Gjoni 8. Do të na njihni të vërtetën, ashtu duke folur për veten, për në njoft Jezusin, kush është Jezusi dhe kush çliron nga mëkati dhe nga pavërteta. Ai thotë, dhe kjo statement, kjo fjalë do ta njihni të vërtetën, e ka qenë kur janë themeluar këto universitetet më të famshme, Oxfordi, Princeton, që janë këto në Amerikë, në Angli, më të famshme, kanë qenë gjitha të themeluara nga kisha ungjillore, edhe kanë pas gjitha në murin e universitetit. Do ta njihni të vërtetën, se kjo është qëllimi i universitetit, për të kuptuar cila është shkencë, vërteta, do ta njihni të vërtetën. E vërteta dy të bëhet lirë, por pastaj
u largua nga brezat më tashme, nga komunistat. Kështu që nejse, por thot Jezusi, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ata ju përgjigjen, ne s'kemi qenë asnjëherë sklev, jemi bitë Abrahami, s'kemi qenë kur sklevër. Ta skujt, si mund të na thuash ti që të bëhemi të lirë? Gjoni Jezusin. Gjoni Jezusin. Në të vërtet, po ju them, dhe kur Jezusi thot në të vërtet përsëri në Bibël një gjë 2 herë, është duke e theksuar. Në të vërtet, po ju them, se kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. Kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. Apostulli Paul thot, edhe paga e mëkatit, nëse ke mëkat, ke je skllav i tij dhe paga e mëkatit është vdekja. Edhe Jezusi njësoj si Mojsiu, siç paralajmëroi Faraonin. Jezusi i paralajmëroi hebrejt dhe thot tek Gjoni 8:24. Prandaj ju thash, thot Jezusi, se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, siç tha Faraoni, do të vdisni i paralindurit, do të vdisni në mëkatet tuaja, po të mos besoni se un jam biri i Perëndis, ju do të vdisni përsëri prap, ju do të vdisni në mëkatet tuaja, pra në skllavërinë tuaj. Krishti biri i Perëndis, shumë dashur hyri në botë, i pa mëkat, e për të jetuar një jetë tillë, i pa mëkat, si shengji i pa tmerrit i Perëndis, në mënyrë që të shkonte në kryq, e të vdiste me zgjakun e tij drejt, e të pastër, e të pafajshëm, të paguante çmimin e mëkatit ton, që ne të mund të çlirohemi, e të jemi të lirë prej sllavërisë së mëkatit. Sepse Perëndia e deshi jashtë botën, sa Allah birin e tij vetëm lindur që kushdo që beson të mos humbas, po të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë që ta gjykojë botën, sepse tashmë është gjykuar, thotë fjala, për shkak të mëkatit është në gjykimin e saj, por që ta shpëtojë botën. Ndaj për Pashkën hebreje, kur mblidheshin pra hebrejt, për të kujtuar Pashkën e parë, çlirimin e tyre, kalimin e tyre nga Egjipti në tokën e premtuar për shkak të shenjës 10, të vrasjes fëmijëve dhe të shpëtimit të fëmijëve tyre për shkak të shenjit, gjakut të shenjit, në atë kohë, në atë Pashkë mblidheshin hebrejt për të therrur shenjin e Pashkës. Krishti Jezus, shenji i Perëndis që shlyen mëkatin e botës, u dërgua në kryq. Dhe Gjoni thotë të, ishte dita e përgatitjes Pashkës, ishte dita ku ishin mbledhur hebrejt për të therrur shenjin. Kur hebrejt i thanë Pilatit, dërzoje, kryqëzoje. Luka thotë, por erdhi dita e ndormeve, kur duhet pra Pashka, kur duhej therrur flijimi i Pashkës. Marku, nxjilltari Mark, tani ditën e parë të festës të ndormeve, kur flijoi Pashka, e dorëzuan Krishtin të kryqëzohej. Atë për cilin zgjon pak zori tha kur e pa duke kaluar, ja qengji i Perëndis që ngre, që e heq mëkatin e botës. Andaj Pali apostull thot, Pashka jonë është kush? Pashka jonë është Krishti. Krishti që u flijua për ne. Kjo është Pashka, Krishti që u flijua për, jo qengji, por Krishti qengji i Perëndis që u flijua për ne. Tani një varg monumental nga ungjilltari Gjon, në 5:24 lexojmë kështu. Mani këtë se kjo është varg kyç për predikim sot. Jezusi tha, në të vërtet, po ju them, nuk e nevojë me të shkuar atje, po mund të shkoni, por dhe ja u lexojon, po nëse dyshoni se nuk ja u lexoj mirë, shkoni, shumë mirë bëni. 5:24, Gjoni 5:24 thotë, në të vërtet, po ju them. Ai që e dëgjon fjalën time, dëgjoj këtë. Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, që Krishti e ka dërguar birin e tij në botë për të vdekur si flimin në vendin tonë, ka jetë përjetshme. Dhe dëgjoni këtë. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Ka kaluar nga vdekja, nga slavëria. Nga vdekja në jetë. Si mund mos bjerë mbi ne gjykimi i drejtë i Perëndis për mëkatet tona. Mund mos bjerë vetëm nëse besojmë në Krishtin që u flijua për ne. Apostulli Pjetër thotë, jo me anë gjërave që prishen, si ari, argjendi e gjitha këto, jemi shpenguar apo nga sjellja jonë e kotë, por me anë të gjakut
me anë të gjakut çmuar të Krishtit, shëngjit pa tmet e të panjoll. Jezusi tha tek Gjoni 14:6, unë jam ulla e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen te kati, askush nuk vjen te kati, jo disa. Fjala askush përfshin gjithë. Është gjithë përfshirshme, nuk thot disa. Askush, asnjë shans nuk vjen tek unë, përveç se nëpërmjet neje. E kjo rrugë, ky kalim, është ulla e përuruar e themeluar nga Jezusi në gjakun e tij. Tani do i tregoj dy nga historitë më të preferuara të mia edhe të nusës time gjithashtu. Ura e shenjtë, apo mbi kalimi. Nuk e dini ju, unë kam shërbyer si misionar disa vite herët, kur disa për ju s'kishin lindur në Kosovë, po. Dhe është një urë që ka të njëjtën histori apo legjendë siç ka edhe Kalaja e Shkodrës, ose legjenda e Rozafës pak a shumë. Ura e shenjtë njihet kjo është ura e re, tjetra është ura e vjetër, për këtë do flasim, por janë afër, sepse kjo nuk marr më pesha si puna e urës matit. Por ura e shenjtë kalon mbi lumin drinën e bardhë mes Gjakovës dhe Prizrenit. Struktura e sotme kjo e reja është ndërtuar mas luftës dytë botërore, kurse legjenda që po flason i referohet urës vjetër, shumë kohë më parë pra që është ndërtuar, ajo ndërtuar në shekullin 18. Dhe ndodhet afër fshatit Dal. Ky fshati Dal sepse del drini, del nara, ka dal drini e përmbyt tokën dhe bëhet i pakalueshëm. 19 kilometra nga Gjakova, është 22 metra e lartë, 7 metra e gjerë, 70 kilometra e gjatë. Përshku shumë e gjatë sepse del drini duhet me shku nga vend tjetri. Edhe ajo ka legjendën, pra ndërtuesit i umlollën hasianet për ta ndërtuar urën, por ura shembej. Ndërtohej ditën shembej natën. Dhe kanga që është vendosur kësaj ure thot 3 hasian janë rënë Gjakov, urën shenjtë po e marrojnë, aty pari kalon një plak, una marë o ustallar, të marë paq, po kësaj marë si thojnë, ja kthejnë këta. Gjithë shka ditën po ndërtojmë, natën krejt, po e shkatrojnë. Edhe plaku jep këshillën, e dim atë filmin e keni parë, jep këshillën, thotë shikon, nëse do të qëndru ura, duhet bëhet një sakrificë, derë dhe gjak. Kështu që me qeni 3 vëllezër, atëherë nusja e parë që do të vinë nesër me ju sjell bukën, duhet ta morosni. Edhe e dini historinë, edhe mund ta dëgjoni edhe si kanë këta kënon Gzim Nika në këngën Liridona. Kështu që u desh një sakrificë. Vjen nusja e bajnë ato intrigën, ato nusët e mëdha, nusja e vogël etj. Kështu që një sakrificë njerëzore. U desh që ura të qëndronte në mënyrë që njerëzit kalonin nga një anë në tjetrën, në mënyrë që të kalonin. Mbi kalonin, për mbi drinin, për mbi lumin. Jezusi është qëngji. Ajo bërë rruga për ne. Ajo hapi rrugën dhe vdish në vendin tonë, që të ne mos vdesim, por të jetojmë prej sakrificës tij. S'mund ta harroj kurrë një histori që e tregoi një pastor amerikan kur unë shërbeja në Kosovë në atë kohë. Me njëherë pra kur erdhen forcat serbe në 99-ën dhe i dëbuan shqiptarët dhe gjithë tuajt amerikanë të misionarët, edhe këta ishin drenicë edhe grupi tyre pra pastori me familjen dhe me disa misionarë u dëbuan edhe shkuan në Macedoni, Tetov. Me njëherë pas luftës në vitin 1999, po ktheheshim, tregon pastori miku im, po ktheheshim nga Tetova për në Drenicë, por kthy pra në qytetin ku shërbente, ku kishte kishën. Në kufi mes Maqedonisë dhe Kosovës u takuan me ushtarët amerikan, ky ishte amerikan, të KFOR-it, dhe shoku im thot, ushtarët na porositën, thanë, kur shkoni për Drenicë, kini kujdes, mos dilni nga rruga kryesore, mani rrugën kryesore, se aty kalojnë makinat. Mos hyni në rrugë dytësore, pa sigurta, sepse janë të minuara, mund bini në minë. E fiksova këtë. Unë nisëm rrugës thotë dhe rrugës për të shkuar në Drenicë, pash një plak me çanta në shpinë, një fshatar me çanta në shpinë, mullims misionarët, pastori ndihmon komunitetin, edhe unë nala thotë dhe e mora në makinë.
Thash, o gjaj, hajde marr për drenicë, po për drenicë, hyp. Filloi ta plesë të drenicë që janë me mustaqë, tregojnë histori, që kanë qenë tregoj histori gjata, dieta dhe me dal dikon. Tregoj historinë, thotë pastaj duhet sjell muhabetin te kjo gjaja. Fillon duke bë muhabet, duke treguar histori, edhe na tha, shiko, futuni kësaj rrugës, sepse del më shkurt, edhe është 10 kilometra më shkurt dhe dalim më shpejt, prej me dalim më shpejt në drenicë. U futem atësaj rrugës duke bë muhabet, u humbem, e pastaj thotë më kujtua ushtari amerikan. Tha që mos hyn rrugë ditësore se mund të jetë e minume. Edhe ju ktheva plakut, i thash, o miq, a është i sigurt kjo rrugë? Ai më tha, po është e sigurt. Ka pas mina, gjë këtë. Është e sigurt këtë gjëja. Ka pas mina, po është e sigurt. Thash si? Ka pas mina, po është e sigurt? Është e sigurt, më tha migja, sepse të tjerë kanë kaluar përpara nesh. Ndërkohë që ecnin makina jon ecën, shohem një makinë djegur anash, e pastaj një traktor, e pastaj një makinë tjetër. Është vërtet si kishte qenë e minuar, makina copa-copash, por dikush kishte kaluar para nesh, kishte rënë ato mina, na kishte pastruar, po hapur rrugën. Dhe plaku na tha, thash, është e sigurt, sepse kanë kalu të tjerë përpara nesh. Atë ditë në Drenicë ne kaluam në atë rrugë, thot pastori, kaluam në atë rrugë pa rrezik. Jo sepse ishte pa rrezikshme. Kaluam në atë rrugë pa rrezik sepse dikush tjetër kishte kaluar përpara nesh. E kështu është me pashkën tonë. Është rrezikshme. Gjykimi i drejtë perëndis për shkak të mëkatit tonë është i pa mundur të dalim përpara. Prandaj ndodhin ato mikalime, është ai mikalimi i Leshës, ose kur shkojnë në Shkodër se të hyjnë treni para, pas më hyj aty mikalim të merr treni para. Por ka shkuar dikush përpara nesh. U shkoi dikush përpara nesh edhe u kthye. A keni dëgjuar kur flasim ne të krishterët, themi Krishti u ringjall. Besonin Krishtin se keni jetë përjetshme, keni ringjallë, thonë këta, "Ega, çfarë budallën që janë këta." A keni dëgjuar këtë shprehje thonë, "Po kush shkoi në atë anë, kush shkoi andej nga të vdekurit dhe u kthyet na tregoj." A keni dëgjuar, u thonë këta, mund ma kanë thënë me 100 herë, po ku e dim ne çka ka mas vdekjes? Kush u kthye nga andej? I them po, është kthyer dikush nga andej. Ka shkuar dikush në botën e të vdekurve, është kthyer prapë. Ja çfarë thotë Hebrejt, duke pasur pra vëllezër liri të plot për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një ulli të re, ngjoni, me anë të një ulli të re edhe të gjallë, që ai e përuroi, e hapi, e shtroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit apo të trupit të tij. Sa e sigurt është kjo shpresë? Sa e sigurt është për ne që besojmë Krishtin, që e kemi faljen e mëkatet dhe jetën e përjetshme? Është e sigurt, më e sigurt se sa ju që më shikoni mua duke folur këtu. Është më e sigurt. Më e sigurt. Ja çfarë thotë fjala e Zotit, kjo shpresë që ne kemi. Nuk ka shpresa e krishterë, nuk është një shpresë që kur atë bingo është një rrot me gogla dhe fut dorën ti vullsyrin edhe shpresoj të bin gogla ime. Nuk është kjo shpresa e krishterë. Shpresa e sigurt është besimi që ajo që ka premtuar Perëndin për shkak se është Perëndi, do të ndodhë me patjetër. Kjo shpresë që ne kemi është e sigurt. Është si një spirancë. Spiranca është sigurt, e ndalën është një spirancë e sigurt dhe e patundur. Dhe që hyn deri në brendësitë velit në qiell, ku ka hyrë Krishti si pararendës për ne. Ka hyrë Krishti përpara, ka shku Krishti përpara nesh, si pararendës për ne, dhe kushdo që beson në Krishtin mund të shkojë. Ai na ka paraprirë. Ai shkoi u kthye prej andej prej të vdekurit, sepse vdekja nuk mund ta mbante, thotë fjala e Zotit, sepse nuk zgjetin mëkatin të. Dhe u kthye në botën e të gjallëve dhe është ngritur në qiell, në djathtën e Atit. E i di do të kthehet për të na marrë. E të gjithë ata që besojnë të do të jenë në qiell për jetë, e do të festojnë Pashkën e tretë. Pashkën e tretë. Kolosianët 1:13-14 thotë apostulli Paul, ai na nxorri nga pushteti i errësirës, na nxorri, na kaloi, pra ishim slllavërinë e mëkatit, si Izraeli në Egjipt. Na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi, na zhvendosi, na kaloi në mbretërinë e birit të tij dashur, në të cilën kemi shpengimin, jemi çliruar, shpenguar, shpengimin për shkak të shkeljeve tona dhe faljen e mëkateve.
Ai u dorëzua për shkak të shkeljeve tona, thot Romakët 4:25, u dorëzua për shkak të shkeljeve tona dhe u ringjall për drejtsimin ton. Krishti shkoi në kryq për mëkatet tona, për të paguar mëkatet tona dhe shkoi në varr. Pyetja është pse u ringjall? Çfarë vlerë ka ringjallja? Po ku ta dim ne, nëse nuk do ishte ringjall ai, që ati e ka pranuar flimin shlyes për ne, që e ka paguar çmimin, nëse nuk vjen me na tregu me thanë e pagova për ty, është e kryer. Një çfarë thot Bargu? Vdiq për të paguar mëkatet tona, shkeljet tona, dhe u ringjall për drejtsimin ton. Me na bë të sigurt që jemi drejt përpara Perëndis për shkak se besojmë në vdekjen shlyese të tij. Drejtësia e tij na llogaritet ne, mëkati ynë i llogaritet atij. Ai ringjallja e Krishtit ka të njëjtën vlerë si vdekja e tij, edhe ngjitja e tij në qiell po ashtu. Sepse u vërtetua premtimi i përjetshëm, që biri i Perëndis jo vetëm që do të vinte, të vdiste, të ringjallej, por të ta përfundonte veprën e tij shpenguese e shlyese. Ai e mundi mëkatin, ai e mundi vdekjen. Vdekja së mbajti dot. Ai u bë ulla e shenjtë, u bë rruga e shenjtë për ne, për ata që besojnë, kënë faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Për ta mbyllur, për t'ia kujtuar, për ta fiksuar, për ta mbajtur mend. Shumë dashur, në Pashkën e parë, një qenç duhej therrur. Dhe me gjakun e tij të lyej porta, në mënyrë që gjykimi i Perëndis të mos bjerë mbi popullin e tij, po të bjerë mbi armiqtë e tij që nuk i besonin Perëndis shpengues e shpëtues. Perëndia siguroi për ta shpëtimin, i çiroi i çoi në tokën e premtuar. Në Pashkën e dytë, Perëndia vet, jo me një qenç, me një kafsh, por dërgoi birin e tij dashur, e drejtë, të shenjtë, pa mëkat, që të vdiste në kryq, që kushdo që beson të, apo në mënyrë simbolike është prekur me gjakun e tij, është shënjuar me gjakun e tij. Kemi një këngë që e kënojmë, nuk e kënojmë sot, thot, ai e lar, ai e pastruar, ai e shënjuar me gjakun e Jezusit. Pra, kur të vinë Perëndia në ditën e fundit, në gjykimin kur shkojmë para Perëndis, ose do t'japim llogari ne për mëkatet tona, si Egjipti, ose ndryshe duhet jemi të lyer me gjakun, ndryshe do të kishte paguar, duhet paguaj Krishti në vendin ton. Në vendin ton. E pyetja që kam për ju sot është: a je shënjuar? A je shënjuar? A je lar me gjakun e qenxhit, birit Perëndis? Kjo është Pashka e dytë. Kjo është Pashka jonë. Krishti vdiq për mëkatet tona, u ringjall për drejtsimin ton. Vdiq për mëkatet tona, u ringjall për drejtsimin ton. Lumë ata që e shohin me besim Krishtin, lumë ata që e besojnë si të vetmin Zot e shpëtimtar, sepse ata do të jenë në qiell për jetë me të, e do të festojnë përjetësisht Pashkën e Perëndis. Dhe Zoti na bekoft e gëzuar Pashkën. Le të lutemi bashkë. O Atë, ne të falenderojmë për Krishtin shpëtimtar, që erdhi për të jetuar të vdekur për ne. O Zot, na i hap sytë e mendjes së zemrës tonë. Ne e dim, gjithë prej nesh e dim në zemrat tona si jemi mëkatar, secili prej nesh s'ka përjashtim, është i vetëdijshëm. Na ndriço Zot për ta kuptuar që nëse është vështirë të shmangemi gjykimit edhe drejtësisë kësaj bote, që edhe mund t'i fshihemi si mund t'i fshihemi, gjykimi drejt, syve drejt e veshëve drejt Perëndis që shohin e dëgjojnë gjithçka, edhe matëshetat e zemrave tona. Dhe i qëndrojmë përpara Teje si mëkatar, e kërkojmë mëshirë dhe falje, kërthasim tek Ti o Zot. Lutem na i hap sytë e zemrës tonë, që të besojmë Krishtin, që vdiq në vendin tonë, që u ringjall për ne. Lutem ata që janë thirrur në dasmën e qenxhit. Në emrin e çmuar Ti ne lutemi. Amen.